Nisje e sezonit turistik kanë zgjerë në pa problematikat sa i përket ndarjes së plazheve. Hotel Duka, që ka edhe kapacitetet më të shumta, apo thëndryshe, një nga hotelet me më shumë dhoma, është lënë pa plazh në vijën e parë të Lungomares. Vendimi i qeverisë është i qartë se për një dhomë, hoteli duhet ketë në dispozicion një çadër dhe 2 shezlong, por Hotel Dukës, ndër më të mëdhenjtë të qytetit në vijën bregëtare të Lungomares, nuk i është dhënë as 1 centimetër plazh në administrim. Shqetësimi është prezantuar Ministrit të Turizmit dhe Sporteve Blendi Gonxha nga vetë pronari Hotel Duka, Adhurim Duka, i cili ka kërkuar zgjidhje, duke i kujtuar se edhe i ka shkruar zyrtarisht për këtë çështje. Hotel Duka është i vetmi hotel në Lungomare që duhet të trajtohet me plazh për të gjitha kushtet që plotson dhe kapacitetet akomoduese që ofron. Pasi ka dëgjuar shqetësimin e ngritur nga pronari Hotel Duka, Ministri Gonxha i ka kërkuar llogari specialistes së turizmit në Bashkinë e Vlorës, duke i thënë se pse nuk është trajtuar me plazh ky hotel, teksa harta e ndarjes së plazheve ka ardhur pikërisht në ministri nga institucioni vendor. Nëse do ulesh atë të sqaroj me gjithë respektin që kam për kryetarën e bashkisë. Vetë një hotel, nëse ka një që 629 në Lungomare i jep hotel, është Hotel Duka, është vije parë, ka 74 dhoma, ka 70 plazhe këtu, dhe tani është një çmenduri i kuaj ikë dhe shkon. Është drejtuar Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Dhe a mund të trajtohet me komitet apo jo, kjo ka qenë dhe shkërza ime. Adhurim Duka kishte edhe një mesazh të fundit për ministrin Blendi Gonxha. Nëse na zgjidhin, nëse sa zgjidhin, na lini në hallën tonë. Në hallën tonë. Ministri Blendi Gonxha pas inspektimeve dha një deklarat për mediat, duke u referuar edhe zonës së përcaktuar për plazhe publike, që sipas tij duhet jenë të lira për qytetarët. Ministri pranoi se ka patur lapsus edhe nga tresa, duke u referuar edhe çështjes së Hotel Duka. Sot kemi përcaktuar edhe një herë me shumë qartësi edhe me subjektet, edhe me organet vendore, edhe me organet zbatuese që toleranca për rastet kur cënohet, zaptohet, abuzohet, preket prona publike në plazhet publike, në parcelat që janë jeshile të përcaktuara për plazhet e lirë publik, do tolerancë do jetë zero. Për këtë kemi ardhur sot në Vlorë, ne kemi qenë natyrisht përpara edhe në Kavaj, edhe në disa bashki tjera, dhe po vijon inspektimi dhe kontrolli dhe gjithë monitorimin në gjithë territorit. Jemi krah bashkive, jemi partner me bashkit, pra si Ministria e Turizmit në këtë rast si Agjencia Kombëtare e Bregdetit, jemi partner me bashkit, duhet patjetër që të ketë koordinim. Ka dhe keqkuptime, ka dhe raste ku ka lapsuse, ka dhe raste ku ka ngatresa, por disa raste sot që ne gjetëm Vlorë ishin shqetësuese sepse ishin zaptime të pastra të parcelave të cilat janë stacione plazhi publike të lira. Ju do të thotë rëre virgjër, ku njerëzit mund të hedhin peshqir, mund ngulin çadrën e vet dhe mund stolin e vet dhe mund bëjnë plazh me ato që ata duan të sjellin vet nga shtëpia. Ministri Gonxha tha se qershori është muaj ku duhet të përfundojë lidhja e të gjitha kontratave për stacionet e plazheve. Në 30 qershor madje, edhe ato aplikime dhe ato raste ku ka procedurë, pra ka aplikim për plazhe të caktuara të menaxhuara nga privat apo për plazhe që janë parashikuar të menaxhohen nga bashkit dhe nuk mbyllet procedura dhe ato kthehen në plazhe publike. Unë një pjesë mirë detyrës time dhe unë e kam për detyrë, sepse duhet të vi dhe unë bashkë me organet vendore të jemi në koordinim për ta ndjekur këtë punë. Por natyrisht do ishte mirë që kjo punë filloj të bëhet një zakon i mbar i të gjithëve i komuniteteve, po edhe i subjektet dhe i biznesit. Natyrisht pushteti vendor ka nevojë për suport, se ka dhe raste që nuk i ka gjithë kapacitetet dhe nuk i ka të gjitha mundësitë, duhen mjete, duhen njerëz, duhet kontroll, ne nuk mund të policojmë çdo metër katror. Duhet edhe një ndërgjegjshmëri dhe një vedi edhe nga ana e komunitetit që nuk preket toka pjesa e plazhit publik, sepse ata që e bëjnë të gjë nuk janë nga Marsi. Pra,
këtu janë Vlonjat, diku tjetër janë Kavajës, diku tjetër janë ne jemi. Pra po këta jemi. Kështu që neve duhet të kuptojmë që kjo punë nuk bëhet më.